E përmende vezorën policistike dhe lidhet me infertilitetin. A na sqaron pak a shumë? Po, me qenë se prek ovulacionit dhe shkakton anovulacion, sindroma vezore policistike e vështirëson mbetjen shtatson, madje shumë prej grave e kuptojnë që kanë vezore policistike kur janë martuar dhe për një farë periudhe kohore nuk ja dalin që të mbesin shtatson. Edhe pastaj vizitën që bëjnë te ginekologu kërkon analiza, ndërtohet analizat hormonale, mund të rezultojnë do të këto, siç e përmendëm, hiperandrogenizmi, do të biokimik, të rezultojë që nivelet hormonave mashkullore të jenë të rritura, të larta, po mund të jetë edhe një çrregullim tjetër në fakt hormonal ose endokrinologjik që e ka vështirësuar atë plan për të mbetur shtatzon, po mund të jenë çrregullime të tiroides ndonjëherë që e vështirësojnë mbetjen shtatzon, mund të jetë prodhimi tepërt i prolaktinës në nivel të hipofizës, që po ashtu mund të vështirësojë mbetjen shtatzon, por kur vendoset diagnoza edhe caktohen ato objektivat ose synimet e qarta, në këtë rast nëse ka qenë synim mbetja shtatzon, orientohet terapia dhe ato pa ndonjë telash të madh edhe mund të mbesë shtatzon, por jo vetëm me trajtime farmakologjike, po edhe me trajtime tjera, sepse e diskutuam. Këtu duhet të sensibilizohen njerëzit që kujdesin në ushqim, në pije, edhe shtimi i aktivitetit janë, si më thon, të rëndësishme për shëndet që mbarshëm edhe tek këto çrregullime për cilat po flasim. E përmendet që një vezore policistike mund të shkaktojë çrregullime menstruale dhe hormonale. Një prej tyre ke dalja e çimeve në zonë të fytyrës. Shumica grave përdorin lazerin për heqjen e çimeve. Cila është më e udhës, trajtimi apo në fakt lazeri? Po ndodh shpesh që orientohen dhe bëjnë trajtime me lazer dhe nëse kanë bërë trajtim me lazer, pas disa javësh ose muajsh ato çime rishfaqen. Po flasim këtu për trajtime pa konsult me dermatolog, po vetëm për shkak se orientohen për të heq ato simptoma që sigurisht është e kuptueshme që për një femër të re, një grua të re, ato janë të bezdishme, por nëse ato ripërsëriten, është edhe vetë femra, gruaja e kupton që është më e udhës bëhen analizat, kuptohet shkaku, sepse çimet janë pasoja dhe nëse mirën vetëm me pasojat, shkaku është aty parë, ato do të rishfaqen. Dhe kërkohen këto analiza. Ne rekomandojmë që çdo femër, çdo grua që ka hirxotizëm, ka çime, fillimisht të bëj analizat hormonale, të di nëse ka bazë endokrinologjike shfaqja e atyre çimeve të shtuara në trupin e tyre, mund të jenë ndonjëherë edhe baza gjenetike, do të pyesim nëse në familjet e tyre motrat, nëna, halla apo tezja kanë pas çime më të shtuara në fytyrë ose në regjone të tjera të trupit, mund të ndodhë që nëse analizat janë normale, është kjo baza gjenetike që ka kontribuar dhe këto raste më pak mund të bëjmë në aspektin e trajtimit, sepse atë brumin gjenetik nuk është që mund ta modifikojnë. Çfarë roli ka insulina dhe rezistenca në insulinë në PCOS? Ndodh shpesh që tek pacientët ne e zbulojmë rezistencën insulinike si të parën, sidomos nëse ato janë mbi peshë, dhe pastaj në ndërkohë mesin analizave që i kërkojmë e vendosim diagnozën e sindromës së vezore policistike, po ndodh edhe anasjelltas, fillimisht vendoset diagnoza vezore policistike, pastaj edhe rezistencë. Mund të themi që ka një ndërlidhshmëri të ngushtë, madje mund të flasim që rezistenca insulinike kontribon në shfaqjen e kësaj sindrome të vezoreve policistike, sidomos për shkak se sidomos kur kemi rezistencë insulinike, po edhe mbi peshë, sepse në indin dhjamor normalisht krijohen sasi të pakta ose të padetektueshme të hormoneve, por kur kemi mbi peshë në atë indë dhjamor, to enzimat që i konvertojnë hormonet femërore në mashkullore janë shumë aktive dhe kemi një farë sintezë, një farë krijimi këtyre hormoneve në nivel të indit dhjamor dhe pastaj ato efektet ose manifestime klinike që i diskutuam, edhe shfaqjen e akneve, edhe rënien e flakëve nga koka dhe shfaqjen e çimeve në fytyrë ose në pjesë tjera të trupit. Pra, mund të flasim për dy entitete shumë të ndërlidhura mes veti. Pra, sindromën e vezore policistike dhe rezistencën insulinike.